Ali ibn Abi Talibi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë, nëse dëshiron që mirësitë të zgjasin, mos i përmend ato para njerëzve, sepse jo çdo ndëgjues është edhe dashamirës. Nëse don që mirësitë e Zotit që ti ka dhuru Zoti ato mirësi, më të zgjat tyje, mos i bisedo me gjithkan, se jo krejt njerëzit janë dashamirës të asaj mirësie që ta ka dhonë Zoti. Në moment që ndëgjojnë për atë mirësi që ta ka dhonë Zoti, ata minjëherë fillojnë me përgadit intriga, kurtha, nërskamza, tradhtina, xhelozi edhe gjërat ngjajshme. Kujdes kujt po ja tregon ato mirësi që ti ka dhonë Zoti. Tregoja njerëzve që janë kredibil, që janë fetar, besimtar të mirë, që janë njerëz familjar, që në moment që t'ja tregojsh, ata minjëherë lutën, o Zot shtoja të mirat, o Zot jepi bereqet, o Zot jepi shëndet, minjëherë lutën,